Para se Meksi të japi komentin e vetë, edhe për këtë fabul, kushdo, Sebastian, ti apo Flogerti informacion për publikun, informacion bazik, që ka thënë Spiropari të këtë status? Aja të shof, do të citojmë. Po, do të citojmë, të ndryshë nuk ka kuptim. Ja, jemi duke punuar për draftin për Shqipërinë Rrethot, do vjoj të jemi pjesë e PS-s. Po Spiropari. Flogerti, e keti tekstin? E keti tekstin e plot? Të sot mi thëmë. Ka 2 tekste. Ka një tekst gjatë për shqiptarin e ri, ka dhe një prononcim për mediat që thot, është shumë e mosulot, është i shkurtër, se një fjali ishte. Kam qënë jam dhe do t'jem Partinë Socialiste, po punojmë për draftin e Shqipërisë së kaq. Dhe gjithë ata që bla bla bla, do përfundojnë atje ku e kanë vëndin. Dhe gjithë ata që dëmtojnë Partinë Socialiste, do përfundojnë atje ku kanë vëndin. Po kjo s'ishte me status, kjo ishte... Jo, ishte prononcim. Kjo ishte prononcimi, po. Ndërsa status ishte një koncept tjetër për shqiptarin e ri, njeriu që... Shqipërinë e re, jo për shqiptarin. Po pra, status si pastaj, dje, ishte me një nëntekst tjetër, që fliste për shqiptarin e ri, pra për i klasë 3 politike që ka punën, që ka meritokracinë si bazë suksesi dhe jo servilizmin, nepotizmin e tjera me radhë. Në qa urash për luan këtë Spiropari e Meksi? A i duke kuptuar gjë? Do t'jem të loja, po... Jo, të vërtet. Se një nuk duha më t'ju fut në loje, për janë dhe gallat e ime ato, bide unë që gallat që, të kam qefë. Unë them që atë kërcënimin aty në fund që kush dëmton Partinë Socialiste, do gjej vëndin e vete, ka për Dritan Goxha dhe ajo. Opa. Në mëngjes, në intervist në MCTV, tha që kishte për Gysa Gasin, po tani kam dru qëndrim e ka për Dritan Goxha. Ishte për intervist sot? Kush, Elisa? Jo, unë. Ku ishte ti më falë? Unë tha që kishte për Gysa Gasin, kjo ishte leximi im atë moment. Asa buku kjo lidh me Gysin më qatë perle. Bën sens. Fakt. Bën sens, fakt. Nuk është bën sens, është fakt, ore. Nuk e përmendi Dritanin që t'ishte fakt, po deduksioni është... Do të lejtë Gysa Gasi bishtalet, që të bëhet rej që s'ka është ide. Mund të këtë në po, nuk e dim. Tani për te kësaj, ke dojë koment për te Gysa Gasi dhe Dritan Goxha? Jo, Elisa, ashtë më me ramën apo është ndarë, vla? Realisht. Si e me ndonë? Jash lojës të ne. Gjithmonë jashtë. Që prapi e brënda lojës, për shumë si ka. Ka paraqitur në formë konstante për një periudhë kohore, disa pakënaqësira. Aq mund të them. Është tepër që ta çojmë tutje si analizë, sepse mendoj që në këtë vorbull është, asgjë më shumë se kaq. Ka disa pakënaqësira nga një sër deputetë socialistë, si ata qytetarët e protestës që janë të pakënaqur se nuk kanë pushtet, edhe disa antarë të Partisë Socialiste, deputet apo jo, qoftë dhe pjesë strukturave jo detyrimisht në parlament Partisë Socialiste, e pasere shfaqim pakënaqësira për shkak se nuk ndjen me pushtet mjaftueshëm pjesë vendimarrjes të gjëra kyçe. Dhe ti thua mbetet me kaq o Meks apo si në gjithë botën si në gjithë Europën, si në gjithë politikën europiane ku ka kështu deputet pakënaqur në moment saktuar bëjnë dhe skizëm? Jo, mund të bëj se ai senatori amerikan të fusi një fjalim për Sazanin dhe Zvërnecin, se ai prandaj është i pakënaqur se nuk është pushtet Amerikë. Po të ishte nga ana Trumpit ai si do lavdëronte projektin. Edhe në këtë rast mund të bëj një fjalim tillë. Po kaq. Jo, për te fjalimeve. A mund të bëj akt Spiropari? Nuk besoj, do e kishte bërë ndërkohë. Nuk e bën thua ti. Nuk besoj. Ti si mendon Masit? Unë mendoj që ka marrë iniciativë vështirë rreth parë, se të krijosh njeriu në ri, është një sfidë që kanë ndërmarrë filozofët më të mëdhenj. Për shembull Friedrich Nietzsche ka ndërmarrë sfidën mbi njeriu, pra njeriu që jeton nëpërmjet angazhimit personal, përgjegjësisë solidare etj. Jean-Jacques Rousseau që mendonte që njeriu i ri krijohet nëpërmjet institucioneve dhe politikave të reja, ose Karl Marx për shembull mendonte që njeriu dëshirohet pikërisht për shkak të shkëputjes së tij nga zinxhirët ekonomik që e mbanin lidhur dhe nga pronat private, nga përgjegjësia etj. Atë që se bën dot gjithë ta burra, del më në fund një femër, e cila një zonjë, okay, pavarësisht se filozofia nuk i do shumë femrat, praktikisht më tepër politika, dhe nuk i dihet duhet ketë mentor shumë të aftë që arrin të shkruajë një draft në cilën përveç se do formulojë Shqipërinë e re, do formulojë edhe njeriu në ri politik, dhe njeriu në ri shqiptar. Kjo gjë më bën të jem tepër kurështar. Po pra, por është janë mbanë, por vetëm kuriozitetin e mbanë. Një kontratë e re sociale nuk bën njerëz. Po kurioziteti njeriu është i vdekur më valla. Po do mbaruar. Po pra, ai thot ka një kontratë e re sociale nuk bën njerëz të rinj. Kuptimi figurativ është që Shqipëria e re do ketë njeriu në ri, në këtë kuptim. Pa njeriu i ri me përgjegjësi. Si shpjegon Marsidi nuk ndryshon shumë nga ajo platforma atyre 15 firmatarëve. Mund të qenë aty 16. Po, mund të jetë dhe Dritan Goxha që bën duet me Elisa Spiropalin. Po. Dhe mund të jetë Elisa Spiropali pas Dritan Goxhait. Ku është e keqja këtu? Elisa Spiropali mund të jetë mendja, Dritan Goxha Hapte pasi ti.
Pra, askush nga ju këtu nuk beson që digjo, ambicia në moment saktuar, ambicia e njerëzve, humanëve në përgjithësi në çdo fush, po edhe në këtë rast me qemit e Spiropali, mund të japi fuqi personit që të bëjë një skizëm, të ikë, të largohet, ose të luftoj atje brenda si luftoj Ramsi kur mori partinë. Pa iku nga partia. Ato po Ashtu si ishte debati pak përpara me ide geniale. Njeriu I vjetër. S'u dëgjoj fare ti mota çfarë thash, ë? Jo, e di pse. E kisha mendje te njeriu prap. Jo, po te shqiptari. Shqiptari I vjetër është Ergyll Sagaci, shqiptari I është Dritan Goxhaj për shembull. Në vëmendjen e zonjës Spiropali. Duhet Shqipëria re, duhet kontrata e re. Flogert? Të që. Se... Fakt. Duke qenë se zoti Rama qëndron pas Cila është ambicia? Kjo është. Cila është ambicia se me këto mesazhe na lexove që na theti Flogert pak, pa nuk kuptohet mirë ç'do bëj kjo. Tani Elisa vazhdon të bëjë atë që ka bërë që ditën 1. Që? Të bëj luftën e saj brenda Partisë Socialiste me reagime, por kur me një përballje publike që të vinë studio apo... Ajo, që s'vjen... Të shprehur te Report TV-a. Jo, ka fol duke ik. Po pra, po një fjali ishte, pra nuk është pyetur gjatë nga smuar që, cili është qëllimi, destinacioni. Ajo që shihet është që ajo është koherente në atë që bën, pra provokon her pas here, duke thënë po Shqipëria, pra duke projektuar sipas saj një model të ri si duhet të jetë Partia Socialiste. E kuptuam, po ky Ramsi, mund të më thuash ky Ramsi si e duron më, si e duron. Kjo është çudia tani pra. Ore si e duron ky Ramsi? Dilema është Rama që ka thënë, po pra këtë po them. Këtë pra po them. Rama ka thënë që mediat thanë që ka thënë, po e bërë edhe I herë, left the chat. Ajo e bëri sërish, e bëri sërish 3 rresht dhe sërish asgjë. Po çfarë po ndodh? Se kuptoi tani. Ndoshta Ramës edhe I pëlqen ajo që thot Spiropali, ku diun. Si ka mundësi më që në këtë vend janë të gjitha gjërat edhe kështu edhe ashtu, ose kështu ose ashtu. Si ka mundësi që nuk bëhet një transparencë tamam. Ç'a është ky vend skuthash? A ma thua dot më Flogert? Po ç'është ky skushllëk I paparë në këtë vend më burr? Si më nuk kuptohet asgjë më valla, kur e ka tjetri seriozisht, kur se ka, kur po bën shaka, kur s'po bën. Kur merr një vendim, kur se merr. Pse është edhe kështu dhe ashtu, më ç'është kjo? Ç'është kjo shoqëri hibride të mërshme më? A ma thua dot Spiropali nuk e ka me Ramën. Ë? Hermafrodite. Zonë Spiropali nuk e ka me Ramën. Po me kë e ka më? E ka me një... Me mua e ka më? Unë hoqe ka ministre, unë hoqe. Brenda Partisë Socialiste? Me kë e ka më, me kë? Po pse thua emrat e ti më? Po nuk I di mo, se ti dia I thoja. Ku di unë? Me Blendi Klosin, ku di unë me kë e ka? Unë që e ka me njërës brenda, e ka me njërës brenda. Thash pa Ergyll Sagasin. Do shta. Edhe pse... Nuk I besueshëm për thua Ergyll Sagasin, ti nga që je marrë shumë me Ergyll Sagasin gjithë të kohë, e tani njerëzit thonë, Mesi është duke u tallë. Ti merresh me Ramën martë mërkur të premte. Po Ramsi është. Asnjë nuk mendon që tallesh. Ramsi është kryeminist më burr. Tani ç'të themi tani më burr, njerëz si Rami është kryeminist, mi s'duam, I miri po apo I keq. Ore ai administron paratë e këtij vendi më dha taksa tona më me vjen keq më burr. Përveç parave të akshit, sa do I kishte Gysi. Edhe kjo që thua ti është prap koment. Edhe ato të policisë. Po edhe këto komente janë. Nuk janë fakte to apo janë komente? Fakt. Fakte. Me vendim gjykate nuk janë akoma fakt, por me dos të prokurorie... Me mas, vendim gjykate për mas. Po, për mas po jo për... Debati nisur në shkurt vjetë, kur debatoi që a kishte vendim gjykata për Lalierin. Vendim gjykate për mas sigurie po, vendim gjykate për drejtësi s'kemi akoma. Po për kë po flisin tani se u bë lëmsh biseda, po kë po... Për Agasin të tha Meksin këtë rast, po për çdo lloj rasti. Po jarove këtë Agasin ti po merresh, akoma unë kam kohë që s'kam dëgjuar që merresh me ato. Si jam marrë më po sot me qenë se u hap debati. Jo, sot hapi ti hapë. S'të pyeti njëri për Agasin. Spiropali e lente pa thënë për kë kishte fjalën. Do unë mendoj që ka për Ergyll Sagasin. Si një ndër personat që dëmtoi më shumë Partinë Socialiste në vitin 2025-2026. Dhe normalisht që partia të ketë një të ardhme më solide, ta personat duhen të shkuar. Me votë kuptohet. Dhe ardhe I modeli tjetër. Po, një model si ai Zoti Shalsi, është ideja. Po kjo me Ballukun si ka marrë dhënë Meks? Se di, do më pyetur ato. Po jo, nga që the për Gysin dhe për këtë Shalsin thash mos di gjë për. Nuk thash gjë për marrëdhëniet të zonës Spiropali me Gysin se se kam pikë idenë të sens. Thash që në optikën time, po pra, e ka pasur për elementet që I kanë shkaktuar kosto në politik, në opinion publik, Partia Socialiste. Pra ti thua, nuk e ka me Ramsin kjo që hoqi nga ministri. Të tha Flogerti. Po ti vetë, nuk e beson ti. Ti që jo.
Si kjo ja fanë Ramsit, dhe se ja fanë fërët veqën. Fali Ramsit. Që hoqë ka ministre, më dhe, hoqë pa burë tjetra 4 muaj, më dhe. Pse më gjithë vogël është me kësani, ja vashë o burë. Do shta do viti shka më e mirë, ku e dim ne? Në regull, do shta dyshë. Ishe 7, jo 4. 4 muaj më ndë një ku 7 muaj, keni gabimë, burë, më frëket. 4 muaj ndë një... Shtatorit deri baqja 5 muaj. Ka më 4 muaj gjysë o burë. Nisë më t'i thua, këto s'kana asë njëra këlltje që të dalit hapur vla dhe ti, si që bëri kjo neomarsoria. Neomarsoria nuk ka asgjë për të humbur. Po kjo që do më masi Elisa, pra? Ajo fitoj mandat ma di qyllë. Dhe diku, se nuk është të thënë, vetëm pensionin. Po pensionin. Po Elisa, që do më masi jo, Meks? Ka 20 vjetë që investona? Ka 20 Është vjetë sigur që neomarsoria nuk ka asgjë për të humbur, se nuk është akoma pjesë e strukturave drejtuese të PS-s. Sa vë ishe futur ajo shkada? Pse e bëri, kush e gënjeu, mund ta ke ditur herët neomarsoria që Dan Goxha ishte pas protestës dhe protesta do shkëlqente. Po. Dhe unë dje e marrë nga gazi, nga hareja, dhe tha po dalë për para, dalë ditë e para. Nxitoj ndoshta pak, ose pas informacion. Ose i kanë thënë do vi senatori. Amerikan do flasi dhe ai, kështu që pse jo lëshohu e para. Për shembull sot neomarsoria garonte me foton Facebook, së bashku me deputetën Mile, kush fliste ndryshe nga selit e Parlamentit Evropian. Së është pak. Me këtë deputete? Sara Mile. Njëra një version, tjera një version. Ka dhe një kompeticion aty brenda Partisë Socialiste, në janë të vajzat e reja të ndryshme, që garojnë për jehon. Dhe ti thua, Elisa, ka dhe një problem, thua ti, ka rivalitet femëror? Jo, absolutisht. A, s'ka të lidhje. E bëra pikrisht për bëdallimi me të. Na, dakord. Jo, s'është te ky grupim. Ja dëgjojmë çik Sebin, Seb. Për mua po bën, në gjykimin tim po bën inflacion fjalësh. Elisa, ka inflacion plak, E a? ngriti stekën jashtëzakonisht. Donte të tregonte diçka. Tani kjo është sillesh në qerthull, marrëveshje e re, marrëveshje për Shqipërinë, kontratë e re sociale. Në gjykimin tim protesta e ndërtoi një stofë të ri social, theu një lloj frike, deri dje s'kishte asnjë ngjarje, flisnim vetëm Rama Berisha. Berisha është mbyllur atje në Partinë Demokratike si oso kuka në kull. Nuk po e shfrytëzon dot, nuk ka as edhe një lloj instrument. Çfarë bëj shkretive ai? Është anti-elektorale aktualisht në gjykimin tim. Të gjende kurajon e neomarsores. Po, fiks. Dhe në krahun tjetër ke Ramën. Nuk e dorëzoj mandatin veç në marsoria. Nice. Figura më e dëmtuar politikisht aktualisht që flasim, është në rënje të lirë, sipas mendimin tim. Kush? Rama ka arritur atë që quhet tipping point, nuk ka më ngjitje. Çfarë më thon tipping point? Berisha po Rama, se mos e ngatrova. Po, Berisha e ka mbyllur. Berisha ka marru punë thot. Ndërsa Rama është në rënje të lirë. Berisha tani tashmë është anti-elektoral. Rama është në rënje, është në tipping point. Dhe nuk mund Është hera e parë që përballet, deri dje është përballur me, si thua, me ambientin këtu. Tani përballet me New York Timesin, tani përballet me Financial Timesin, dhe nuk ishte përballur më herët. Tregon fuqi kjo ama. Okej, pra. Në një mënyrë. Dhe kjo përballje që ka tregon që e shfazuan totalisht. Vet doli te CNN i tha kam një libër. Tani thot jo nuk e kam unë një libër. Kjo Albanian. Po. E tha ai, e kam këtë librin, tha, dhe me këtë librin do të zgjidhin problemet e Shqipërisë. Tani thot nuk e kam unë këtë libër. E kam për ata, thot, kam për vetëm për athënje. Po pra, tani edhe zonja Spiropali, në fillim na tha që dëgjoni se këtu tha mund të ndodh diçka, tha se unë, se ju, se ne së bashku, se kjo, se ajo, jepte ca mesazhe të koduara. Po si ka mundësi më gjë? Politika, tani zonja Spiropali është politikane dorës parë, se merret ditë për ditë me politikë. Unë e komentoj dhe e shoh nga jashtë. Të merresh me politikë do thosh ti japësh mesazhet e drejtë për drejta. Kjo është merresh me politikë. Prandaj shkon dhe i takon qytetarët derë më derë dhe i shehen sy kur i thua diçka. Tani me mesazhen me Ka disa audienca se po pra dakord. E para fare njëherë nuk shkruhet me ChatGPT një herë sepse kjo është me lënë kjo logjika me ChatGPT. Fjalimi e para fare njëherë dhe ajo që do thua shkruhet nga ty.
ta shkruar Tha me zë dhe me figure dhe qatë Po pra, me shumë statuse se shoh, struktura e 90% të statuseve sot të politikanëve në Shqipëri janë me ChatGPT. Po më mirë, nuk ka lidhje E kupton ku kemi arritur, pra nuk artikulojnë do të diçka dhe të vjen dhe përdor ChatGPT-n. Qa ka thënë thot kjo për këtë se si ta themun këtë lloj gjëje tjetër. Qëndrimi nuk ka rënë si koncept. Ore, dakord, më ka qëndrim shumë mirë politik. Tani, ku do shkojmë Mua tej? më duket s'është i mirë fare. Po pra, unë jam që t'jetë. Ore zotri, ajo po thot që në PS ka probleme. Shtu është asmisa spesh. Po pra, në PS ka probleme. Kush është problemi i PS-s? Unë jam kryetari i PS-s. Eksakt, pra, këtë po them. Po pra, kush janë pse Të thua është qëndrimi mirë atëherë, thua s'është i mirë. Pse ka probleme në PS? S'është i mirë thua, vlla, du t'i bjeri kokës. Bam. Ore zotri, edhe njerëz. Po themi ditën gjë, pse do të bëjmë debat s'po merremi vesh. Po merremi vesh. Se hyren në mes. Unë po të them që për mendimin tim, po sillet në për kallamishte. Të sillesh në për kallamishte nuk është politik. Nëse do të bësh politik, do thuash unë mendoj këtë lloj gjëje dhe mendoj se Rama këtë e bëri gabim. Pastaj këtë e bëri mirë, pastaj këtë e bëri prap gabim. Tani një herë shkojmë në për kallamishte, një herë dalim te nga krau tjetër, një herë humbim rrugën te kjo pjesa tjetër tu. Po pra tani grup aleat, sa puni bë Spakut, sa i bë Amerikanit, sa i bë Gjermanit, sa i bë Elisa. Secili ka detyrën e vet, ku i diti? Ore dëgjoj, më vjen një mesazh shumë i rëndësishëm. Më thon, mirë bëni ju që flisi për këtë gjëra, thot, po me që kete Meksin atje, thot, se Meksi ka qef shifre dhe të gjëra, thot, mund të ndihmoj. Qa u bë me një 15 ton kokain, thot, që kanë humbë në Durrës para 2 muajsh? Më vjen një mesazh, jo vërtet. 15 tonë. 15 ton para 2 muajsh kokain që kanë humbë. Miell apo kokainë, ore? Se janë shumë 15 ton, thuaj, 150 Si kuntal. që kanë shumë 15 ton, ke seriozisht? 150 kuntal, më një dorë, Po që shumë. ke këso, burë, janë ka më shumë se ka që burë, jenë të reziti. Ore, a dini gjë një për të lema për jo? Yes. Kanë humbur, thot, kënë Durrës. Fakt. Fakt është. Sipas skemës faktet që kolauduam sot këtu. Ore, fakti që kur ti thua, si që the parë që për këtë nuk kam qëndrim, është fakt që ti nuk ke qëndrim për edhe. Unë ka që tash. E pe memen, dhe mo? Se pe memen? E pa. E ve? Jo, mërë burë. Na e tregoja gjithë botës. Jo, nuk e tregoj, jo. A ke qef? Pa tjetër, mo. Unë momentin që dalë në ekran, jo ledje, ma unë i marë gjitha parasysh, o Arjan. Jo, mërë, jo, për ushme me keqe, më la. Po si do që tjetë, mërë dhe e keqe. është e bukur shumë, o plak, shi. Shapele kanë zirën. Dhe përqen? Pa tjetër. Flogerdi e i pa parla. Ke bërë analizë shumë të sakë, thot me ato, nuk naqe shumë. Me dritanin. Po. Po është zotri, mo. është shumë i mirë është. Dijon, me qëra fjalla, me kësi, nese, nuk dini gjë. Tonët e lam. Dini gjë, keni dëgjuar gjë? Unë si kam. Jo. Sebi qeshtë sigur ka gjetur. Si masin? Po qeshtë Sebi sigur ka gjetur ku janë. Sebi, ti, Meksi, ti thua gjithë të skandale Ku janë, Sebi? korupcioni që ka kaluar këto, si mos të vite fundit dhe që tashme i ka shtë dhe spaku. Ti thua do, avash me kalimin e kohës, thua ti do shkërmoqe të gjitha, do haron. Do humbin vlerë, thua? Do humbin vlerë. Jo. Po pse më duket shumë mua? Se po shikja sot dhe njërin që e nëzorën prap me arrest shpije nga këta të 50 më duket, pash lajmi sot, jarova jam i tani si e kishte. Duam që ta mbajmë 20 vjetë, kush është ideja? Jo, s'po kuptojmë, do me thënë, po ta bësh re... Nëse nis nga logjika e masës së arrestit që u ndryshua sot për Marglen Qaton dhe më duket se mos i mbajmë as emra tyre. Po, dhe pa disa ditë për zotin Tusha, është një këndvështrim për ta ndjekur historinë. Jo, thjesht. Ata mos bëjnë kështu se on francezët, thoshe Jacques Chirac, e mban mend? Ça fait pshit. Dhe është thënë pshit. Ça fait pshit, domethënë, ajo që theti pak më parë, pra që zhduket, domethënë, duket si një gjë e madhe shumë, pastaj nuk ndaj mendimin që çështjet që po ndjek SPAK do kalojnë pa efekte, pa pasoja dhe që do beniten. Mendoj të kundërtën. Vërtet? Po. Pra, ti thua koha nuk është ilaçi më i mirë në këtë rast. Jo. Është iluzioni më i mirë. Është iluzion thjesht. Po këto arrestimet o Mekse, s'kam pyetur fare, arrestimet e fundit, ose mas të arrestit, se nuk janë bërë shumë arrestime në fakt, vetëm një 2 të shtufin që e kapën në Greqi dhe nuk e di kush tjetër. Këtë e kapën këtë tjetën, se unë s'ma me dhe emrat më burë. Kush ishte tjetër? Nato Qeku, më duket. Jo, ky tjetër më nga Elbasani, ky Softa, si e ka? Sota. Sota, u kap dhe ky? A, është kapur? A, është arrestuar dhe ky?
Po shumica ndërkohë janë në kërkim, apo jo? Një pjesë janë kërkim, po. Këto, për shembull, kanë për ndryshuar rrjedhën e biznesit në Shqipëri? Absolutisht që po. Po, thua ti. Po. Po çfarë do ndryshojmë konkretisht? Më jep një shembull, që ta kuptojnë njerëzit për çfarë po flasim. Thjesht ranë sa do ngrihen ca të tjerë, se tregu nuk krijon pushtëliqe, do mbushen apo jo? Shiko. S'është e lehtë për ta kuptuar se si do ndryshoj, që mos bëjmë kohë të spekulime pafund, por në themel të mënyrës se si ata kanë punuar, ka qenë ideja që jemi të pandëshkueshëm. Kanë vazhduar deri në ditët e fundit duke krijuar këtë iluzion. Pra, të tërë ata i kanë treguar njëri tjetrit, miqve të tyre, dhe kanë marrë feedback, dhe nga ndoshta nga politikan, nga njerëz policisë, nga njerëz edhe pushtetit gjyqësor, ndoshta që ne jemi të paprekshëm dhe i është kënduar një këngë që është që Spaku nuk do ju prekej. Dhe kjo është gjëja e parë sigur që ndodhi. Spaku i preku, del që ka 5 vite, 6 vite, 7 vite sipas llojit dosjes që po jeton, me hershmja në to dosjet e ditëve që shohit 2018-s nisja procedurës, dhe është e qartë që për të fatit që ka marrë kohë për të mbritur në një kërkesë për mas, gjërat, të themi, ato çka ata janë bërë publike tashmë, në përmjet daljes dosjeve, ata në media një pjesë e mirë janë trajtuar, dhe shumë biznesmen të tjerë që mund të jenë përfshirë në bashkëpunim me këta persona, qoftë në formë drejt për drejt në këto afera konkrete, qoftë indirekti në tjerë projekte, pa dyshim që janë të shqetësuar. Pa dyshim që, megjithëse nuk ja thon askujt dhe nuk do ta rrëfejnë kurrë, ta pranojnë kurrë, janë duke të rrequr vëmendjen një tjetrit në grup, siç operojnë, le të themi, në grupe miqësore, grupe partnerësh, që asgjë do jetë njësoj si më parë. Është e qartë që ajo katalogu i madh i SKCC-s është një bibliotek me shumë libra, me shumë vëllime, ku e pas herë ne kemi mundësi të hedhim një sy te një pjesë e vogël. Është thesari mafa i thua ti. Padyshim që po. Dhe me ardhjen e Dritan Goxhait. Jo, mos e përmend prapë, të lutem, se duke s'u bëjmë shaka, të lutem. Jo, s'po bëj shaka jo. Është regjim, bie gjithë sistemi dhe politik dhe ekonomik, më këtë po them. Dëgjoj Ariani, ajo do binte po të vinte një junt, siç erdhi para shumë viteve në Greqi, që hoqi korrupsionet gjitha dhe ato vite që ka qenë junta, s'kishte as korrupsion as gjë, punë shumë punë, pavarësisht se junta ishte dënueshme për arsye të tjera. Nuk do të pabesueshme neve. Problemi është që jo, po vetëm jo thash mos e përmend shpesh atë emrin, duke sigur e bëj me qëllim që po e jo, më maj si unë jam ul me të, kam grën, kam firë, kam as të von dyshim, po dakor. Po jo, po desh të meksi këtë gjë, Flokert, më fal. Jo, s'ka. Desh të meksi këtë gjë që dakor, kur të dëgjoj që flet shuj, e kuptoj shumë mirë, po prap më në thelb fare, po ta shohësh nga lart. Thjesht do bien ca, do ngrihen ca të tjerë, para nuk se kam dyshuar gjë në thelb. Çfarë dyshon në thelb? Çfarë quan dyshim në thelb? Mos prodhot para më. Pra mos ketë qëllim për biznes. Çmimi i apartamenteve thot për shkak. Gjë më jo, ka vënë nuk do ndryshoj gjë në jetën e njerëzve, do bie. Po do bie një X, do bie një X, do ngrihet një Y, më dua të them. Pra, krimi do të vazhdojë, kjo është ideja, po sa do të vazhdojë. Po pra, do ndëshkohet më shumë, kaq. Mund të thash. Do ketë më pak krim. Nëse kanë korrupsion dhe krim. Jo, nuk thash do ketë më pak, do ndëshkohet tash. Do ketë fare bi. Do ketë. Do ndëshkohet. Do ndëshkohet, deri dies nuk ishte ndëshkuar. Dhe ndëshueshmëria e këtyre zotërinjve të këtyre 3-4 rasteve të fundit i ka bërë të tjerët padyshim të mendojnë më qartë mënyrën si do përojnë në treg. Se në çfarë formë do evoluoj, në çfarë formë do vijoj në muajt që vinë biznesmenët të operojnë, është e paqartë. E sigurt është që nuk përdorin Skype më. Për shembull, kjo ka ndodhur si pas. Po do përdorin një aplikacion tjetër. WhatsApp-in. WhatsApp-i është lehtësisht i gjurmueshëm thon. Ku e ke dëgjuar? Kush u thon më? Po WhatsApp-i është lehtësisht i sekuestrojnë celularin ta hapin. Po pra. Po nuk thamë gjurmuesh. Ti thua për të hyrë një Sky ishte linjë. Qartë, e kuptova. Me institucionet policore. Kjo është një pasojë, e thash por humorun, po ti e ktheve në debat mbi WhatsApp-in apo mbi përgjithshmërinë. E kisha fjalën tu që do jenë më të kujdesshëm. Po nuk do të thotë se do bjerë krimi. Nuk e ka premtuar askush këtë gjë. Është kërkuar në dëshkueshmëria e krimit. Të marrin një faturë të zotërin, qoftë me masën e arrestit shtëpisë, si te rasti që ti përmendë përpara, i 5D-s. Po jo të jenë me ndjesinë e pandëshkueshmërisë absolute për një afat kohor shumë të gjatë. Meksi, po këto lekët më janë shumë miliona që janë sekuestruar. Në momentin që konfiskohen, di që për çfarë përdoren? Kur të konfiskohen, se për momentin janë thjesht në masë. Jo, kur konfiskohen, e thash, po. Ka një agjenci shtetërore që do ketë drejt i përdorit, pastaj mund t'i shesi? Absolutisht. Mund t'i shesi? Po. Po, Pronat po.
Ndërsa llogaritë bankare, kur i... Nuk di ta them. Nuk di e çfarë bëhet. Ato që janë shoqëri, menaxhohen nga shteti. Siç është rasti dyta shoqërive të dosja akshit, që vazhdojnë të ekzistojnë, janë persona juridik, si quhen në terminologji të saktë, dhe operohen të moment nga një ambasador i caktuar nga kjo enti agjencia seteve të sekuestruara, çka quhet saktë. Dakor. Siç është rasti i senatorëve etj etj. Ka shumë të tilla. Gobi, për ta mbyllur emisionin, një fjalë të fundit, secili se vajti ora 1:30. Fjala ime në fundit është në raport çani me curin e protestës, domethënë, shqetësimi aktual. Se në fakt pyetja ime i do kaloj të të gjithë është kjo. Rama më i fort pasaj protesta apo më i dobët? Unë mendoj që ka thyer atë idenë e forcës absolute politike të Ramës. Sepse ishte krijuar një ide që, si më thëmë, njerëzit janë të nështruar, i ka rënë tempi dhe e lajm Vitali, ose Ovi Vital për dalë për protestuar, për të folur, pra asnjëri s'del bëj çfarë dua. Sebi, bëj ato. Po nuk i vajte se cilit në shtëpi, etj. Dhe dyta ajo që është më e rëndësishmja, pikërisht në momentin që mendovi që mandati 4 do ishte mandat më i fortë sepse ka 83 mandate deputetësh, ju kthyen një lloj bumerangu sepse nganjëherë, sidomos në strategjitë e shkencave politike, qofse do të fundosh dikë, jepi pushtet pafund. Domethënë sa më shumë pushtet japësh dikujt, biles edhe në kohën e komunizmit. Ngrije sa më lart që ai të bjerë më kollaj. Ata që deshte i rrëzonte, Enver Hoxha ose sistemi, ngritën sa më lart. Sigurisht. Çonin nga niveli një njeriu të thjeshtë, bënin drejtor, pastaj bënin ministër, derisa në fund të shkojë. Dhe ka një gjë që e ka treguar karma e pushtetit politik çane. Shiko, ajo derë ose si thua ajo dorë që tap derën, ajo është dhe dora që ta mbyll derën e pushtetit. Për qenë vazhdimsinë dhe kontinuitetin ato që ti the. Soros i hapi derën, Soros i ai që do i mbylli derën. Nëse janë vërtet, nëse janë zënë vërtet. Po, bilesion pak se para 2 ditësh po shikoja një film shumë bukur që ishte i bazuar në ngjarje të vërteta. Dhe në një moment ai që u bë lider politik i thot njeriu i cili pikërisht e ndihmoi për të arritur shumë lart, që mos kujtohet se fakti që më ke krijuar i tha infrastrukturën, jetëi që i merr vendimet. Dakord i tha, nuk do jemi njeriu që marr vendimet, po për një gjë ti je i bindur. Kur ti shkosh i tha edhe më lart, unë do jem aty krateje, po për të mbështetur, për të shtyr po. Për të shtyr. Flokert, e njëjta pyetje për ty. Rama më i fortë apo më i dobët pas proteste? Rama ka thyrë... Pasaj Meksi e mbyllir. Rama ka thyrë rregullin që thot Marsidi që sa më shumë gjitët, aq më keq do bjerë, sepse kemi menduar që pas thyrjes së 8 vjeçarit, pra kësaj të rotacionit çdo 8 vjet, do bjeri, ajo forcua edhe më shumë, duke menduar që hajde ta glorifikojmë do bjeri, ajo forcua edhe më shumë. Pra ti thua kjo protestë nuk i la disa plaga apo jo? Sa më keq akoma, ka ditur që gjithmonë ai po tenton të thyej dhe rregull tjetër. Ata që e kanë ngjitur, siç thot Marsidi, që edhe mund të argëzojnë, ai tani po bën aleat me gjithmonë, është mësuar të bëj aleat me më të fortin dhe me fituesit. E bën me Melonin atje, e bën me Miçon atje, e bën me Macronin atje, e bën me Trumpin. Pra, nuk e di, është një lloj loje që unë mendoj se ose uroj shumë, dhe këtu jam i sinqert, dhe pa asnjë lloj doze, as ironie, as sarkazme, uroj që në fund kësaj gjës, për mua ka ndodhur që tani, por të fitojë Shqipëria. E kam shumë sinqert. Dhe ka ndodhur një fitore e madhe, njerëzit ju ka dalë frika, dhe kjo është e jashtëzakonshme që njerëzit mos kenë frikë dalin protestojnë, dhe nga 7 kushdo që të jetë në karrige, por në finale, sido që të shkoj, mjaft që Shqipëria të mos dëmtohet, dhe po nuk u dëmtua, ka fituar. Po ta marr aty ku e lar Çogerti, Rama në burg, Berisha në burg. Betëm kaq. Kjo është përgjigjja e pyetjes, Rama do jetë më i fortë apo më i dobët pas... Po ta marr aty ku e la Flogerti dhe po e vijoj kësaj. Në 40 vitet e fundit, kemi parë një gjë shumë të thjeshtë. Kryeministrat, në shumicën e rasteve, me zullumin e madh kanë përfunduar në ndjekje penale. Ajo që ne shohim në 90-ën, që ishte çarja dhe thyerja e një lloj frike, nëse mund ta quajmë, Ramiz Alia shkoi në kokrë të burgut. Sot,
Berisha, për shkak të moshës, nuk po shkon në burg. E bëri një vit në shpirt, tani të jemi korrekt. Po pra, po e bëri për thyerje mase, nuk e bëri për çështje tjetër. Shënë si ka mosh ligji që po kalove kaq vjeç se futu brenda o burr tani. E bëri për thyerje mase. Ndryshoi ligjin, futu brenda. Berisha akuzoi për vepër penale. E bëri për thyerje mase. Rama, për mendimin tim, do ta bëj shumë më të fortë betejën nëse protesta vazhdon, nuk do që të shkojnë në burg. Berisha vajti për dosjen Partizani, Rama ka fashikullin e incineratorëve. 17 firma, njëra pas tjetrës. Është i njëjti kazus... Ato thoshte fap. Po pra, është i njëjti kazus dhe unë besoj se me këto që ka bërë, besoj se kryeministrin e pret burgu. Dhe ai do të bëjë gjithçka që të mos shkojë në ndjekje penale. Rama në burg, Berisha në burg, siç thonë të gjithë protestuesit në shesh. Max, mbyllë emisionin sonte. Po, nuk them që nuk përgjigjem dot në këvështrimin tënd, pra është më i fortë më i dobët. Them thjesht që është më reflektues. Pa pikë dyshimi është duke reflektuar ndoshta si asnjëherë në to 10 vitet e fundit mbi çfarë nuk kishte lexuar në kohë për protestën që do vinte. Dhe para se ta mbyllim, Max, unë sot nga burime shumë afër ti, mora vesh që hakmarrja e tij do jetë e tmerrshme në momentin që protesta mbyllet përfundimisht. Pra, është bërë lista e njerëzve që janë ekspozuar dhe apo dhe ata që janë ekspozuar, që ai ka marrë vesh nga burimet e veta nga që janë mund të kenë ndihmuar protestën e kështu në forma ndryshme, do jetë e frikshme. Edhe unë kështu mendoja si puna jote, deri Se reflektim nuk thash hakmarrje. po ti the reflektim pra. Ai do reflektoj. Unë them tjetër gjë, nuk po them... Thuaj që ka mbaruar reflektimin dhe ka nisur... Jo, unë them që ai s'do vëj fare reflektim. Jo, nuk e them unë. Si pa disa burimeve shumë afërtim, më thanë, jo vetëm që s'ka reflektim, ai pret që ta të largohen fare të mos jenë aty në shesh, dhe do filloj Kasapan. llaktarira. Ti e beson këtë gjë? Unë për vete nuk do ta besoj. Unë mendoj si ty, që ai do bëhet më i reflektueshëm. Bëjmë kujdes me fjalët. Nuk thash që do jetë i druajtur, apo i trembur, apo i kujdesshëm. Thash, do reflektojmë mbi motivet e një proteste që me gjykoj dhe ai vetë nuk e lexoi që do niste. Pra për Dakor. kuptuar çfarë ka ndryshuar në situatën e Shqipërisë që ai drejton. Po, nuk e lexoj tezën e këtyre burimeve. Mund të jetë dhe hakmarrja e një zgjidhje ose pjesme ose për disa elementë që ai mund të gjykoj që kanë qenë dardha ngrënës ekzemplar. Po, në biznes, në media, në strukturën dhe mënyrën si organizohet Partia Socialiste, nisur dhe nga rasti që nuk ose ka një peshë të madhe, por është një moment për të nxitur një fetim që është rasti në Marsorës, apo rasti i zonës Spiropare, për disa tjerëve nëse do t'i marrim në këtë kategori, në këtë formë leximi. Marrëdhënia ndoshta me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, jo se do aprishja, absolutisht jo, sepse unë gjykoj që realisht kryeministri Rama kërkon futjen e Shqipërisë në BE. Ti e beson? Si arritje të jem personale, po, absolutisht që po. A do ndodhi brenda këtij mandati, a ndodhi më vonë, a nuk do ndodhi fare pa aq sa kryeministri Rama është në detyrë, i mbetet historisë për të dalë, po e besoj që ai e kërkon këtë gjë. Sepse është arritja më e madhe me të cilën do kurorëzonte në farë forme të tërë karrierën e tij politike, në këtë optikë. Për te të mirave të mundshme, sepse kemi Anglinë që votoi me referendum dalë nga BE-ja, kështu që mund të bëjmë teori sa duash mbi këtë vështrim, por Shqipëria nuk ka asgjë për të humbur. Do të ndryja që në momentin e parë ku them fillim të emisionit për euroskeptikët në Shqipëri, nuk ka euroskeptik Shqipëri, ka mërzit me qeverisjen socialiste dhe si rrjedhoi nuk duan, por inat që Shqipëria ketë një mundësi për të hyrë në BE, thjesht kaq. Apo një garë me SPD-s, PS-s, kush e fut në BE, thjesht kaq. Por mendoj që pak a shumë të gjithë në Shqipëri duan sikur të ishte thjesht për fatorin e vizave, jo për motive më komplekse që kanë bërë me ekonominë, zhvillimin e gjitha me radhë. Në këtë optikë, meqense kjo protesta kapi shumë kënd në befasi, mendoj një farmase dhe kryeministri Rama vet, mendoj që gjëja e parë që ai do bëj nuk është të shohë veten atë del më fort apo më i dobët kur protestat janë të mbaruar. Nuk dim se kur do ndodhi pak a shumë në formë definitive, nëse ndodh, por do reflektojmë mbi çfarë nuk u lexua qartë për të kuptuar pse kjo Tirana e qershorit pati kapacitetin për bërë një protestë tillë që kishte kohës ndodhte. Thjesht kaq. Kjo është akoma mister në fakt, që duhet presim. Do kemi një përgjigje. Në gjykimin tim është thjesht mungesa totale e shumë njerëzve
në lojën e pushtetit, thjesht kaq. Që ka bërë këtë gjë? Absolutisht që po, por nuk them lojën e pushtetit politik, pra vendimarrja në nivel të ekzekutivit. Në të gjitha nivelet. Flas në shumë nivele të shoqërisë shqiptare. Ka një ndjesi të ndjerë, më le të themi të qenit jashtë loje. I papërfaqësuar, po, jashtë loje, po. Edhe në këtë sens, reflektimi mund të jetë me një ide të re politike, pra një ristrukturim Partisë Socialiste në këtë optikë. Pse kjo Partia Socialiste sotme që fitoi zgjedhjen 2025-ën me ato shifra që ne dim për te akuzave për vjedhje. Vazhdon e mban pushtetin me ndan pushtetin në 3-4 duar. Pse ajo parti, jo në këtë sens, nuk përfaqësonte këtë publik që ka këtë mërzitje. Ky është debati real politik që për mendimin tim ja vlen të bëhet. Edhe pse atje ka një listë me gjëra që nuk mbarojnë, që do të jenë në çdo qeveri. Ore, nuk ta që mbarojnë puna qeverisë. Në çdo lloj skenari, në vitin e 13 apo 14 së shpejti të qeverisjes, nuk ka asnjë debat që të ketë pakënaqësira. Apo probleme të mbartura dhe ndoshta edhe të përkesuara nga mandati në mandat. Por kryesore për mendimin tim është ndjesia që kanë një pjesë e mirë qytetarëve që janë jashtë loje. Dhe ky ishte thelbi, mendoj unë, i protestës dhe mënyrës e pasër për ta lexuar. Prandaj thirrja që ka qef Sebi, Rama Burg, Berisha Burg, i përfshin të dy. Qartë. Nuk që protest detyrimisht në një sens, pra kundër qeverisjes. Pra nuk ishte të bënte detyrimisht me një vendimarrje për një leje ndërtimi sa do të madhe apo të vogël, apo siç kanë tentuar të ndryshëm për ta kthyer debatin mbi numrat, 4.5 apo 4.3 miliardë euro investim. Apo siç e debatin ca kanale televizive që do përvetë Shqipëria kaq lekë apo jo. Qytetarët nuk duan ta dinë këtë sens. Qytetarët kishin një ndjesi rebelimi që vjen nga mospërfillja. Nuk ndihen pjesë të pushtetit pothuajse fare. Dhe kjo ndjesi kërkon një reflektim. Ora në këtë momente është 23. Faleminderit. Me kësi faleminderit Sebastian, Muça, Gupi, i falenderoj Jashmase. Faleminderit të Ujë Selita, me qëra fjala, në gjithë të vap që bën. Falenderoj Dorelanin dhe sigurisht shokun tim Saidin të SPO-ilit. Falenderoj gjithë shunat e rreth rrotull meje, kameramanët dhe stafin që është me Ledion atje, dhe Ledion sigurisht. Meks, se ti s'ka rasis në njerë, po tash më tradit në këtë emision, me që heshtja er pasere, heshtja, pauza, lë silons, flet në dojërë më shumë se fjalët, ne e mbyllu emisioni gjithmonë me heshtje. Me heshtje pa forur, shikimi është i lirë, shkoj ku doj, po pa fjalë. Jemi dakord, Meks? Fillojmë? Corruption is not bad.